Shumica në përdarës ma lypin këngë patriotike për hashimin, për amushin, për ata, për më thash, atë ndodh? Valoj më nëzë spres mi hauk nu. O? Cilin e kënë ma me qef? Krejt këta që ka i për mene. Okej, a ne kështë kënu hashimin, pro se e dina që e dënë tashmo, o kuptu në krejt që e dënë. Që po më do Unë me thash që e kom bo një kong edhe kime ngu, kështu që nuk po kënaj këto. Pa dalë, qaj ke vendosës me kënu, a? Okej, s'po ngu si mas në apropër me kënu. Në përdarës ma e përmene që të bja me kënu, po në cilat zona po të bja me kënë ma shumë? Gjithë konë, duka gjenë, Drenic, Prizren, Pej, Gjakov, Ka janë ma sevdalje bredafin? Se asë një këngëtar nuk më kallëzoj saks. Sevdalje. Krejt, pa dalim. S'ko ma të hareshëm se na. Cilin? Veç që pak po na prishin do sene tjera që s'pikem shumë mundësit. Shumë rekull. Jo, më varet, po çdo kon janë, jemi si të njëjtë thuja. Cilin zhanër të muzikës e vrejnë që e lypin ma shpesh? Po për shembull kur kënaj në përdasma te nuk mundesh me kënu diçka tjetër përveç popullore, sa po kupton. Ti mundesh edhe tallava, po unë nuk di. Shqyr që po kallëzën drejt. Jo s'di. Se këta këngëtarë tonë din më krejt. Jo, a din çka thojnë ata? Ata thojnë që nuk e kënaj. Po jo se din me kënu. Ti jemi real, është për mua është e vështirë me kënu. Anashta që se kam provu kër. Se këta menojnë që, se kur tirë dikush ndasëm, thët, po kënën tallava, jo tallava popullore. Edhe ka që thojnë, jo, okej, pra, ka lëfsh mirë. Po, ata menojnë që qajo tallavaja është popullore, nuk e din Nuk di me bondarjen. Me bon dallimin. Tallava është freestyle. Veç e ka mikrofonin në qatë posh. Qatë për qatë mund është me kënu, i kënën krejt njerës që atë edhe në regullje. E une nuk moj që ato me bu. Shtu që popullore, baladat i kënoj me ma shumë qef, edhe kur jam në përmramje, me mujt këtë mramjen vish balada këshak më. Se mu më përshtatën ma shumë. Ty të përshtatën, po edhe njerës sigur të kërkojnë ma shumë. Sigurisht po. Sepse trit që ashto dashurohen. Sa nej. Normal që do të me kushtu rëndësi pamjes në një darsën, po saj kushtë ndafina rëndësi, se do këngëtare përthojnë që ju se ma ndelikan si kur kushtyhu me nusen, po saj kushtë në rëndësi. Jo, unë me nej nuk është ashtu mushty me nusen, nëse ty ka me tirë dikush një dasën ti, atëherë ti dush me pas respekt për atë dasën. Dhe në momentin që ki respekti dush mu vesh bukur edhe mu do bukur. Unë e menej. Tash nuk po thëmë unë mu gjvesh, po mu vesh. Ta manë që është duhet. Unë menej që është respekt për dasmorin. Edhe për krejt mësafir që ka janë atë. Nuk mund është ti me shku, që jam shpe unë e pevishin një fustan që aty shfarit që lënë edhe po shkej po kënaj. Ose as pikapi që të flak, hajtë se mirë është. Për mu nuk është në rregull. Tash ka për shembull që po thotë prej kombëtarëve që shkojnë veç shkojnë e kryjnë punën e vet, s'do me pas shpenzime, se edhe për ato na duhet me pas shpenzime, jo fustani, jo flakt, jo grimi, krejt këto duhet mi pagu. Po në përmbrapje muzikore kush po vun ma shumë dafin? Trit gjithmonë vujnë. Se thajt dashurohen në qajë. Nuk është që se kem përjetu edhe une atë ku edhe çdo kush, se cili për shembull na kena ditë me vujt për simpatia. Kupton që s'është e legjikshme sot. Se janë një kërkujna. Ja, më kalën za ora. Jo, ndryshe, kështu që ma shumë trit. Çfarë këngë shlypin zakonisht kështu në përmbrapje muzikore? Që vrejnë edhe vetë që ato ta lypin është në gjithë të herë kur shkon dikon? Po lypin këngë që janë dashnis, janë balada, që to kryesisht. Edhe tani janë nisin koj? Dikush kane, dikush knaqet, dikush... Të thonë qështu të ja kujtu ato. Qëtash një balad që ta kërkojnë mas shumë të e kishim kru nëse nuk pritan dafina, se nuk të kom shtime knu shumë për mdokët pës një kong të ishtash. Po pasha zotin, baladën që e lypin mas shumë të,
Jo temën që e kam është pse po ikë prej meje. Po dënë më taknu, ha? Paj. Do më thonë gjithë qysh është. Gjithë qysh. Shumë mirë do të ishte për mu e për ty, ndjenjat e sinqerta ti themi ndërsy. Që, refreni sojna që mu së më do këtë kur gjo. Ty së do këtë kur gjo, para më do njerës të ishti me kajtë. Ne, po.